Ditët e fundit në anë të rrugës Ajasmës ka nisur të hidhen inerte, ndërsa automjetet e transportit kanë dëmtuar edhe një pjesë të trotuarit. Banorët e kësaj zone shprehin shqetësimin për situatën, duke theksuar se inertet nuk hidhen nga qytetarët e Ajasmës, por vijnë nga zona të tjera të qytetit dhe shkarkojnë këtu kamionët, pa marrë parasysh dëmin që shkaktojnë. Kjo zënia i sjesin pa pyet kërkon, në kundërshtim me të në rregullat janë. Bllokot trotuari, citen metjet nga më të ndryshmet, është shumë gabim. Na jetojmë këtu. Asnjë qytetar i kësaj zone nuk hell metjet këtu. Vinë nga Shkodra, nga qyteti, na kërkojmë nga bashkia mos hellen metje këtu. Se kena fëmijë të vëzhgël, kena familje dhe metjet këtu nuk ikun me qindra vjet. Plasmasën nga më të ndryshmet. Qytetarët kërkojnë nga Bashkia e Shkodrës që të organizojë kontrolle sa më të shpeshta në këtë zonë për të bllokuar këtë aktivitet të dëmshëm për mjedisin dhe infrastrukturën. Ajasma dhe kalimi nga kjo rrugë shfrytëzohen edhe nga turistët, ndaj banorët e konsiderojnë të papranueshme që ata të përballen me pamje të tilla, për shkak se disa persona nga zona të tjera të qytetit e kanë kthyer këtë segment në vend shkarkimin ertesh.